Në leximin e dytë të sotëm flitet për advegimin e famshëm të Shën Gjonit Apostull, në të cilin ai sheh lumturinë e Parizit, sheh Jeruzalemin qiellor, siç e përshkruan ai. Edhe thot Shën Gjoni, engjëlli më kaloi në shpirt në majtë një mali të lartë, e ma tregoi qytetin e shenjtë Jeruzalemin, po zbriste nga qielli prej hyjit, shkëlqente nga lavdia e hyjit. E thot, në qytet tempull nuk pash, sepse tempulli i tij është Zoti hyj i gjithëpushtetshëm edhe qengji. Shumë interesant ky detaj, nuk pa tempull, sepse krejt qyteti është i banuar nga Zoti, ose më saktë banon në Zotin. Pa dyshim Shën Gjonit këtu, Zoti zbulon fatin e mram të kishës, e cila është e ftuar që një ditë të marrë pjesë në lumturinë e hyjit në lumninë e Parizit. Gjithë këtë vërtet Shën Pali e shpjegon shumë bukur në letrat e tija, me fjalët hyji do të jetë gjithçka në të gjithë. Atje duhet punojmë të shkojmë, atje në lumturinë e pamasit pa shprehshme të jetës me hyjin, jemi thirrur që të kemi pjesë të gjithë. Në jetën e shetës Katerinë nga Siena thuhet një ngjarje shumë interesante. Gjatë uratëve të veta kalonte shpesh në ekstaza e kishte përjetime të forta emocionale. Njëherë kaq të forta i pati këto përjetime sa që ra i vdekur, thuhet. Në fakt e menduan të gjithë të vdekur. Por, pas pak kohe, u kthye sërish në jetë e filloi të tregonte se kishte pa gjëra të mrekullueshme, të cilat nuk arrinte t'i shprehte dot, por thoshte se Ati Amshuar i kishte kërkuar që të kthehej sërish në trupin e saj e të përfundonte misionin që kishte në tokë. Thuhet se shenjtja Katerinë kur u kthye kaloi disa ditë në vazhdim duke qahë me lot, nga që kishte dëshiruar që të mos largohen nga gjithë ajo lumturi. Do të kthehej më vonë prapë në këtë lumni të Parizit, kjo shenjë tresh vërtet e madhe, por pasi do ta kishte kryer misionin e saj. Por Shën Gjoni thekson edhe këtë detaj tjetër për këtë qytet të shenjtë. Muret e qytetit kishin 12 themele, e mbi to emrat e 12 apostujve të qengjit. Ky qytet i lavdishëm, ky Jeruzalem qiellor pra, është kisha e lavdishme. Edhe ne themi në besojmen, çdo të diel o të kremte, themi besoj një kishë të vetë me shenjtë katolike apostolike. Apostolike do të thotë bazuar në predikimin e apostujve pra. E ato kryqet që gjenden në kishat e shuguruara, 12 kryqet, o edhe nëse nuk janë fiks 12, një numër i përafërt, por nënkuptojnë pikërisht apostujt, mbi predikimin e cilëve bazohet edhe tradita e krishterë. Për ta ruajtur të pastër fjalën e Jezusit duhet me dojmos që të ruhet e pastër lidhja me të dërguarit e tij, që janë apostujt pra, që do të thotë pikërisht i dërguar, fjala apostull. E pasarësit e apostujve janë i peshvind me në krye pasarësin e Shën Pjetrit që është papa, por nuk u ruajt e pastër kjo lidhje, nuk do t'jetë e pastër as lidhja me Jezusin. E prandaj, duke qenë se kjo vetdije ishte e pranishme menjëherë në të krishterët, leximi i parë i sotëm na tregon se si një debat që kishte lindur në Antioki mes të krishterëve mbi disa tematika të caktuara të besimit, u vendos që ankesa t'i drejtohej apostujve në Jeruzalem, e çdo që do të vendosnin ato do të pranohej prej krishterëve. Këtu pjesa e sotme nuk e thot, por tek veprat e apostujve pak më poshtë vazhdohet duke thënë se kur bashkësia e Antiokis e lexuan këtë letër me përgjigjen e apostujve, të gjithë mbeten të kënaqur për fjalët ngushëlluese. Ajo bashkësi pra kishte kuptuar se për të pasur të qartë vullnetin e Jezusit Zot, duhet të drejtohesh apostujve. E të justifikohesh duke thënë se kisha ka bindjet e veta e unë kam bindjet e mia, nuk është as pak e krishterë. Ka qenë me të krishterët e parë e kjo vlen për gjithë krishterët e gjitha breznive. A nuk bëjmë kështu për shembull me papën? Shumë katolik duart trokasin, e thrasin hareshëm me zot lart kur e shohin papën, por kur vjen puna për të zbatuar ato që ai porosit në shkrimet e tij, në predikimet e tij, shumë kusht kurret në kokforcinë e vet, duke thënë unë kam bindjet e mia politike, intelektuale e tjerë. Për shembull, nëse një deputet katolik në parlament nuk merr qëndrime edhe prej katolikut, nuk mund të jetë katolik. Nëse në një parlament, për shembull, sa për sqaruar idenë, po mendohet të aprovohet ligji mbi abortin, që patjetër është kundër çdo bindjet morale të kishës, ky katolik nuk mund të thonë unë kam bindjet e mia prej politikani, edhe pse kisha flet kundër abortit, më duhet të distancohem prej saj. Jo, jemi më sparit krishterë në këtë shoqëri që përpiqemi ta brumosim me fjalën e Krishtit. E fjala e Krishtit vjen tek ne pikërisht nëpërmjet fjalës së apostujve e pasardhësve tyre pra autoritetit kishtar. Në ungjillin e sotëm Jezusi u thot apostujve Shpirti i Shenjtë mbrojtës
të cilin do t'ju dërgoj Ati në emër tim, ai do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithçka unë ju thash. Pra apostujt do të forcoheshin nga Shpirti i Shenjtë, e kështu kur të predikojnë popujve do dinë të predikojnë atë që Jezusi ka thënë. Autoriteti i tyre ka për themel jo ma ligjin e Mojsiut, por forcën e Shpirtit të Shenjtë. E prandaj në veprat e apostujve shpesh apostujt shprehen me këto fjalë: ne dhe Shpirti i Shenjtë kemi vendosur që etj. Pra janë vetëdijshëm se udhëhiqen nga Shpirti i Shenjtë. Shpirti i Shenjtë pastaj do ta ndihmojë gjithnjë kishën që të kuptojë sa më mirë fjalët e Krishtit. Në fakt Krishti thotë në Ungjillin e sotëm, ai do t'ju mësojë të gjitha e do t'ju përkujtojë gjithçka unë ju thash. Pra të ndihmuar nga Shpirti i Shenjtë, do të bëhemi edhe ne zbatues të fjalës së Jezusit. Edhe ne do të realizohet ajo fjalë shumë e bukur që thot Jezusi në Ungjillin e sotëm: nëse ndokush më do, ai do të më mbaj fjalën, Ati im do ta duaj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banojmë. Kisha duke zbatuar fjalët e Krishtit, fillon të jetë tempulli i gjallë i hyj qysh këtu në tokë. E në fundin e kohëve do të zbulohet edhe më fort. Siç e thamë edhe më sipër, jo edhe aq se kisha ka në vetvete Zotin, por se kisha vetë është në Zotin. E prandaj thot Shëngjoni nuk pash tempull, sepse tempulli sa ishte hyj. Pra për të marrë pjesë në kishën e lavdishme duhet të jemi të lidhur ngushtë në fe, edhe pse duke kritikuar gabimet që mund bëjnë disa hierark o antar të kishës, por në fe në bashkim do të marrim pjesë në kishën shtegtare. Aty na është predikuar fjala e Krishtit, e vetëm aty marrim plotësinë e hireve, të cilat do t'i shijojmë plotësinë e tyre në madhështinë e tyre në lumturinë e parajsës.